Përgatitet zoti Taulan Balla. Në thuj pak ku është, në China Club, duke i fut thika kreu të vetë, apo pas ka ardhë. Të nderuar deputete të dashur qytetarë dhe qytetare, që ndiqni këtë seancë. Zoti kryetar, çështja themelore që unë duhet shtroj sot këtu është kushtetuta e vendit dhe kushtetutshmëria e seancës. Në qoftë se për të 8-ën apo 10-ën herë shkelet në parlament neni 80 i kushtetutës, i cili detyron kryeministrin të paraqitet në interpelancë, kur deputetët e kërkojnë për interesat qytetarëve dhe ai nuk vjen, e vërteta është se parlamenti del jashtë kushteve të rendit kushtetues dhe të respektimit kushtetues. Është bërë si kur ndonjëherë në 35 vite. Kreu i ekzekutivit i tmerruar nga vetja e tij nuk guxon të dalë në këtë platformë para qytetarëve dhe deputetëve për krimet e rënda, për problemet madhore që mbajnë autorsinë e tij. Ndërkohë, shqiptarët rrokullisen çdo muaj dhe më shumë në varfëri. Ai fluturon në 2 vite 23 milion euro fluturime me avion taksi. Tani u rikthye prapë. Mediat informojnë se në udhëtimin e fundit avioni shkon 300.000 euro. Parlamenti bllokohet në hetimin e tij. Ne deklarojmë këtu solemnisht se ne jemi opozitë dhe nuk do pranojmë, kemi shumë të qartë, që në këtë parlament asnjëri të qëndrojë mbi kushtetutën. Pse nuk vjen? Sepse mali i fakteve dhe dokumentave e groposate, sepse ai vetë është kreu i sistemit korruptiv. Dhe se aferat e tij korruptive nuk lejohet të hetohen. Ku është djegësi i Tiranës 130 milion euro? Ku është? Ku është impianti për punimin të ujrave të zeza 120 milion dollar kredi japoneze? Ku janë? Ku janë? Qindra milion euro tjera të shpenzuara në rrugë. Ku janë? 240 milion euro të 100 fshatrave
turistike dhe pastaj thot ky Ministri Balluku se si po flisni ju, po qatë mos flasim nemor, projekti 100 fshatra, e sollët këtu, do të përfundoni të 3 vite, ja shtyt dhe 3 vite, dhe tani e shtyri edhe 5 vite tjera, sepse aty s'ka ma njerëz, sepse çdo gjë keni bërë vetëm për të vjedhur, për të vjedhur. Shkoni në Shetaj, shkoni në Tragjas, çfarë keni bërë? I gjeni, ujë s'kan. Asnjë nga pikat që i parashikohen në projekt për të investuar nuk është realizuar. E vetja gjë që keni bërë, po ja u merrni ujët, po i përzini, dhe aty ma, nuk ka fshatar. Në Shetaj, janë 50 vila të reja, të bukura, nga emigrantët. Vetëm 19 për i tyre, para 2 vitësh, se tani mund tjetë krejt tjetër, kanë nga një të moshur banor. Pse nuk vjen? Pse nuk vjen? Nuk vjen sepse nxin në Shqipëri dhe në Europë me blokimin, me mbrojtjen e vjedhje që ka bërë me Lubi Ballukun. Edhe ju mos fisni fare se e në konflikt interesis, se në fakt të gjithë thonë ty të ka emruar Lubia. Edhe kjo është e vërtet. Është e vërtet, prandaj dhe të marrësh mbiemrin e saj, ma mirë merr mbiemrin e saj dhe të rimrat. Edhe ky tjetri. E pyesur se si u emërua ky ministër, se më kishin thënë që ka studiuar në Itali. Çfarë studimi më thanë? Ky është emëruar nga vizat që merr me Olsi Ramën. Po, ky i bujqësisë gjoja. Absolutisht. Pra, nuk vjen. Nuk vjen sepse është i nxirr. Nuk vjen sepse i bëri vendit një shërbim të tmerrshëm. A e dini ju se ai raport, a e dini ju që u përmbys raporti nga Lubia apo jo? Dhe vjen te Edi Rams. Se mendoni ju se ata nuk e din që Rama po mbron vetën dhe Lubin. Si kujton ti se nuk do ketë tu skepticizëm edhe mosbesim maksimal? Shikoni treguesin e investimeve, realizimin, 5%, ndër më të ultit në botë, ku shkojnë tjerat vidhen. Tjerat vidhen. Do me thanë në 15 projekte, vetëm një realizohet. Nuk ka tregues investimesh. Absolutisht nuk gjan një vend tjetër përveç Haitit me tregues të tillë të realizimit të investimeve. Ku shkojnë? Vidhen. Vidhen. Është e vërteta. Është i vetmi kryeministër Hajdut që banon në Saraje me 9.000 metra katror park. Më i madh se pallati presidencial. Pse s'del këtu ai? Pse nuk vjen këtu? Nuk vjen këtu se ka të merë, ka frikë, edhe mos shif shuti. Se
Kthej këtu bë shtrim. Atje punën prap ati në China Club. Në fakt edhe atë se mbrojte. Edhe padrinën e këtij nuk e mbrojte. Jo që ta dinë mirë. Se këto janë të... Faleminderit. Fjalën e ka zoti Taulant Balla, përgatitet zoti Yusuf Çela.